Në 30 shkolla në vend, duke nisur nga viti akademik 2026-2027, do të aplikohet projekti pilot, i cili u ofron nxënësve orar më të zgjatur qëndrimi deri në orën 16 drek falas dhe mundësi për të kryer detyrat e shtëpisë në ambientet shkollore. Shkollat përfituese kanë marrë udhëzimet përkatëse mbi mënyrën e funksionimit. Në disa prej tyre janë njoftuar edhe prindrit, të cilët në shumicë e kanë mirë pritur këtë ndryshim. Vakti i drekës do të ofrohet falas dhe nuk do të ketë asnjë kosto shtesë për prindrit. Projekti pilot do të zbatohet për nxënësit nga klasa e parë deri në klasën e 5. Qëndrimi në shkollë deri në orën 16 ka qenë një kërkesë e vazhdueshme e prindërve ndër vite dhe është prezantuar më herët edhe nga kryeministri Edi Rama, i cili është shprehur se një nismë e tillë do të lehtësojë jetën e prindërve, duke shtuar se kjo do të ndihmojë edhe në aspektin financiar familjet të cilat kanë vështirësi financiare. Drafti për zbatimin e këtij projekti ndodhet ende në proces finalizimi.